Prandaj kërkoj ndjesë dhe u garantoj se kam jo respekt, po admirim për ta e për të gjithë prindrit e fëmijëve me aftësi të veçanta ose speciale, siç i quajmë. Kjo ndjesë e kryeministrit erdhi pak orë pasi në një takim në Gjirokastër i quajti autik votuesit që do të zgjidhin Partinë Demokratike më 11 maj, ndërsa gjysmën e burrave shqiptar i etiketoi si çyryk. Të zgjedhësh midis BE-s dhe Kënetës. Kënetën nuk je mirë. Politikisht je autik, nuk je mirë. Megjithatë, ndjesa e kryesocialistit Edi Rama nuk është e mjaftueshme për drejtuesin e organizatës që monitoron zgjedhjet, Qendresa Qytetare Rigel Xhemollari. Sipas tij, të dyja forcat kryesore politike që prej nisjes së fushatës e kanë shkelur rregullisht kodin e etikës që u firmos në mars të këtij viti në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke përdorur një retorik denigruese përballë kundërshtarëve politik. Tu janë vënë re edhe etiketimet të cilat prekin kategori të ndryshme njerëzish si invalidët apo autikët, të cilat kryeministri më pas kërkoi dhe falje, por çet do faljen kur ti nuk ke një filtr në diskursin tënd politik për të mos lënduar shtresa të ndryshme shoqërore. Ajo që është vënë re gjatë kësaj fushate zgjedhore, qoftë nga opozita, qoftë nga mazhoranca, është përdorimi i një gjuhe denigruese, bullizuese për kundërshtarët politik, që ka afektuar dhe afekton edhe qytetarët. Ata presin ide, këta ju japin epitete. Ata presin programe, këta bëjnë konkurs metaforash. Pra kush e shan më bukur kundërshtarin e tij politik. Pasoja më e rënde një fushate të udhëhequr nga fyerja dhe bullizimi, sipas Xhemollarit është ajo sociale, me efektin e pashmangshëm që ka tek të rinjt. Ku e marrin të rinjt modelin e bullizimit digital apo të fyerje? E marrin nga fjalimet, nga ekrani, nga politikanët, nga ata të cilët ne i dëgjojmë, sidomos në këtë periudhë gjatë gjithë orëve të ditës sonë. Dhe së pari ata duhet të jenë model për brezin e ri, duhet të jenë model për shkollat dhe për të rinjt tanë. Ndërkohë që ata bëjnë të kundërtën, ç'na duhet ne që mbyllën TikTokun kur ata u zhndruan vetë në personazhet TikToku gjatë fushatës elektorale. Ndaj Xhemollari kërkon ndërhyrje në ligjin për partitë politike dhe gjithashtu në kodin zgjedhor për të parashikuar masa për shkelje të tilla, ndërsa kritikoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se ka rrëzuar shumicën e denoncimeve të vëzhguesve vendor për të mbështetur politikën. Ligjet nuk kanë evoluar, duke mos evoluar ligjet, atëherë nuk kemi as sanksione as gjoba, por është lënë si thua në moralin e tyre, në etikën e tyre, dhe është presupozuar që ato do të jenë etike në komunikimin publik. Në fakt, në këto zgjedhje KQZ-ja është treguar do shtrënguar në raport me sanksionet dhe gjobat, ka gjetur artifica ligjore për të shmangur gjobën ndaj titullarëve të lartë. Më 26 mars 2025, partitë politike firmosën kodin e etikës për zgjedhjet e 11 maj dhe në vijim, i cili konsideron qartësisht si shkelje deklarata dhe paragjykime diskriminuese ndaj grupeve të caktuara për shkak të gjinisë, origjinës racore ose etnike, fesë, besimit, aftësisë së kufizuar, moshës ose orientime seksual, si dhe ndalon promovimin e mesazheve që nxisin dhunë dhe urrejtje. Lexoni pak për zogun Sjep Kpuç. Ai zog ka një veti, ai hanë zogjt e ti. Kaq është. Ti bjem shkurt, zogu Sjep Kpuç, ushqehet me zogjt e ti.